Dita, pse gratë myslimane vendosin burkën, pra atë që mbulojnë fytyrën, flokët dhe gjithë trupin? Mund të më thoni? Kush prej jush e di? Pa dyshim mes nesh ka shumë mysliman, por unë jam i bindur që shumë prej tyre nuk e din, ndoshta të gjithë nuk e din. Do t'ju them një legjend tepër të vjetër që ka të bëjë direkt me këtë, ku disa që ishte shkruar diku në disa vende, pra në përgur si shkruesh atëherë, tregohet që e fshin, dal nga dal e hoqën sepse nuk i interesonte dikujt që të njihej si e vërtet. Dhe duhet të dini pjesën tjetër. Duhet të dini që pikërisht në vendet arabe, aty lindi çdo gjë. Pra ju e dini shumë mirë që shkrimi dhe këndimi lindi pikërisht në vendet arabe. Dhe që aty duhet të gërmuar për të kuptuar të vërtetën e burkës, pra atë që mbulojnë fytyrën gratë myslimane. Dhe pse e mbulojnë? Sepse nuk është një xhelozi, jo, por është diçka tjetër. Dhe kush është rastësisht, në qoftë se nuk e ka bërë, le t'i bëj lajfaqe si të shihemi sërish, ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Tregohet që rreth 35.000 vite më parë, 36.000 vite më parë, ka patur një kontakt me disa qenje ose disa individ që erdhen nga një botë tjetër. Po, këta individ erdhen, pra e shkruar kjo në disa gur, e përsëris edhe njerë, por me kalimin e kohës, si thash, mendohet që është zhdukur, sepse nuk i lever disa skujt që të treguhet kjo e vërtet. Këta individ që erdhen, vurën re që këtu kishte bollëk, çdo gjë me bollëk, por kryesisht ishin gratë. Pse? Sepse ata me kalimin e kohës kishin humbur fertilitetin, pra nuk mundeshin më që të bënin fëmijë. Dhe u duhej diçka për ta shtuar racën e tyre. Dhe vetmja mënyrë ishte që të bënin ngjizje me gratë e tokës. Dhe çfarë bën? Pastaj ata u kthyen edhe një herë. Dhe kësaj radhe kur u kthyen, sepse në fillim mendohet që erdhën shumë pak prej tyre, dhe tregohet që u kthyen me shumicë. Dhe këta quheshin Sajan. Sajanët kishin, si tregojnë edhe në për tekstet antike, Sajanët nuk u rritej floku, nuk u rriteshin gjërat. Dhe floku është pjesa kryesore, floku, sepse aty kupton se çfarë mund të ndodhë në trupin e një qenjeje. Në qoftë se keni parë filmin Dragon Ball, në Dragon Ball e thonë, Sajanët thonë që nuk u rriten flokët, rrinë gjithmonë ashtu, pra ata flokët e zinj në atë formë nuk rriten as 1 milimetër, si të thotë edhe në film, dhe këta Sajanët tregohet që modifikuan gratë dhe njerëzit, sepse përveç se bën ngjizje, modifikuan. Dhe po ta shikoni edhe në për tekstet antike të tjera, flitet për të njëjtën gjë. Për shembull, në gjuhën ebraike, flitet për librin e Enokut. Enoku, që ju e dini shumë mirë, që e kemi bërë edhe në për emisione, në librin e tij flitet për një racë që erdhi nga një botë tjetër. Dhe këta modifikuan njeriun, jetuan me njeriun, bën ngjizje me njeriun. Në fakt, në shkrimet e teksteve, pikërisht pra të hebrejve, tregohet që Zoti dërgoi disa ëngjëj pra në këtë planet. Dhe ishin 200 ëngjëjt e rënë, të quajtur ëngjëjt e rënë. Pse quhen të rënë? Sepse ata erdhën këtu dhe gjetën gra dhe u lidhën me gratë e tokës, dhe nga këta lindën gjigantët. Pra kjo është në libër, është një nga shkrimet që ne jemi rritur me këtë, sepse gjithë historia e njerëzimit mbahet me këto histori. Pra kjo është djepi, kjo që po ju tregoj tani. Dhe si është e mundur që kjo është eksaktësisht ashtu si shton dhe për Sajanët. Pra arabët tregojnë për Sajanët, ose më mirë myslimanët tregojnë për Sajanët. Që Sajanët erdhën 35-36.000 vite më parë në këtë planet dhe do t'ju them në fund, dëgjoni me kujdes, dhe si përfundim u lidhen me gratë e tokës. Por prisni se nuk marrën këtu.
sepse edhe Zakaria Sitchin thot për tabletat ose ato plakat e sumere. Në plakat sumere mendohet që pikërisht 35-36.000 vite më parë kaloi një planet ose u shfaq një planet, quhet planeti Nibiru ose X, siç e quajnë sot. Dhe nga ky planet, meqense ishte në një ekliptik më të afërt me tokën, pra një afërsi më të afërt me tokën, zbritën këta Anunnakët. Dhe edhe këta, në këto shkrime, tregohet që u lidhen me gratë e tokës. Por prisni, sepse do t'ju tregoj tani që pse burka, sepse e bëra këtë që të kuptoni që në të gjitha shkrimet, pra edhe ato kineze, japoneze, në të gjitha, tregohet për disa individ që erdhën nga një botë tjetër dhe u lidhen me gratë e tokës. Mirë. Në shkrimet arabe tregohet që këta, pra njerëzit, kishin gratë e tyre, kishin vajzat e tyre dhe nuk mundeshin që të luftonin kundër individëve, kundër këtyre qenjeve. Ishin kaq të fortë sa që një prej tyre ishte i barabartë me 100 burra, tregojnë. Dhe këta merrnin këdo grua që i pëlqente. Por ajo që i pëlqente më shumë atyre ishin flokët e gjata. Po, pra vajzat e bukura me flokët e gjata tërboheshin. Dhe edhe pse ishin të martuara, edhe pse ishin të reja apo ku ta diun, apo të dashuruar, nuk u interesonte fare. Ata, nëse i pëlqente një, e merrnin, bënin marrëdhënie me të dhe kaq. Dhe e dini se çfarë bën njerëzit pastaj? Filluan që grave të tyre, fillimisht e bën burrat të martuar. Grave të tyre u vendosën burkën, pra u vendosën perçe në kokë që këta qenje, këto qenje që kishin ardhur, i sajanët, mos i shihnin flokët e tyre, sepse nëse shihnin flokët e tyre, ata dashuroheshin dhe lidheshin me to. Pra, kjo është legjenda më e vjetër arabe, ku thuhet që përse gratë arabe kanë burkën dhe vendosin burkën. Dhe që atëherë ka mbetur ende sot. Dhe mbeti kjo edhe për arsye të tjera pastaj, sepse mbeti që edhe burrat e tjerë mos të shohin gruan time. Pra, me kalimin e kohës u bë një rit, u bë një xhelozi, u bë një fakt, sepse njeriu ambientohet me çdo lloj informacioni. Dhe në këtë rast edhe me burkën. E di që mes nesh tani do fillojnë që të diskutojnë pa fund, e kam parasysh këtë, por nuk e përsëris edhe një herë, këtu jemi vetëm për të diskutuar. Dhe kush në qoftë se do diskutojë ndonjëri nga ju nëse do flasi për këtë, do dëshiroj që të na japi argumenta të sakta. Pra argumenta që pse vendoset burka në gratë, pse e vendosin burkën në gratë muslimane. Pra mund të më thoni, ju që padyshim shumë për jush mund të din, më thoni. Dhe tjetra, pse ka mbetur ende sot? Pse ka mbetur? Shikoni, historia e njerëzimit nuk është ashtu siç na i kanë treguar. Unë them se është krejt ndryshe. Dhe në qoftë se këta sajanët ekzistojnë akoma, unë them që një pjesë prej tyre mund të gjenden ende këtu. Dhe për arsye të pakuptueshme për ne, ata nuk shfaqen. Ose ndoshta janë këtu dhe mund të shfaqen si të duan ata. Mund të shfaqen si unë, si ti, si ky. Mendoj unë. Kështu që do të dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Jeni dakord me atë që po flas apo jo? Ose keni dëgjuar ndonjëherë për këtë? Ky është tash edhe një herë një argument tepër serioz, sepse këtu kuptojmë në të vërtetë se në çfarë bote jetojmë. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë të mbarë.